Komiteti Ndërministror për luftën ndaj krimit të organizuar ka bërë një analizë të përpjekjeve në këtë drejtim. Kryeministri tha se qeveria që drejton do të vijojë të ndjek parimin e tolerancës zero ndaj fenomenit, duke i kushtuar vëmendje rezultateve sikundër edhe promovimit të tyre. Natyrisht, heqja ose vendosja e regjimit të heqjes përkohshme të vizave për 90 ditë shton edhe më shumë këtë obligim, por kjo mbetet një detyrë permanente e të gjitha institucioneve të zbatimit të ligjit në Shqipëri. Rezultatet shumë të mëdha të arritura dhe që janë evidente, ndryshimi rrënjësor i situatës krahasuar me 5 vite më parë, sërish nuk është pasqyruar në opinionin publik evropian, i cili ka akoma në mendjen e tij kronikat e zeza të mediave të tyre për bos mafioz shqiptar apo librat e shkruara lidhur me grupet kriminale shqiptare. Me vendosmërinë më të madhe, duhet luftojmë krimin organizuar, duhet promovojmë luftën kundër krimit të organizuar. Kryeministri evidentoi si shqetësim që duhet marrë zgjidhje çështjen e statistikave mbi përpjekjet antikrim. Për këtë ai propozoi dhe ngritjen e një strukture të posaçme pranë Ministrisë së Drejtësisë. Është normale që policia të ketë statistikat e veta, prokuroria të ketë statistikat e veta, gjykata të ketë statistikat e veta. Dhe ato s'mund të jenë të njëjta. Duhet të kemi një mekanizëm të qartë që të paraqesim dhe të shpjegojmë statistikën, mos mund të përdoret statistika e ndryshme si dëshmi e një kaosi kur s'është e tillë. Statistika duhet të jetë ajo që është, por me interpretimin e duhur. Pastrimi i parave, një problematikë jo sa shqiptare aq edhe ndërkombëtare, duhet të marrë përgjigjen e duhur, tha kryeministri Berisha. Ka një qëndrim amerikan të konceptit larjes parave, ka një koncept europian. Të afërt shumë janë, por dallojnë. Kusht themelor për të luftuar terrorizmin dhe krimin organizuar është të ndjekësh paratë e tyre. Ka një rritje të punës në këtë drejtim. Ka një agjenci e cila ka mision direkt këtë çështje, por kapacitetet e policisë duhet të rriten, të trajnohen, sepse kjo do jetë çështja më kryesore gjatë kohërave që vijnë. Jo vetëm për ne, thash edhe një herë. Zoti Berisha kërkoi një vëmendje të madhe lidhur me çështjen e trajtimit të rikthyer-ve. Ishin shqiptar ata që qëndruan në vendet e Bashkimit Evropian pas liberalizimit të vizave me disa prej vendeve të rajonit. Ndaj dhe përpjekjet në këtë drejtim, tha kryeministri, duhet të thyen opinionin jo të mirë të krijuar se e njëjta gjë do të ndodhë kur të liberalizohen vizat me Shqipërinë. Kryeministri garantoi se do të rikthehen të gjithë ata që thyen kriteret e paracaktuara të qëndrimit në vendet Schengen. Në mbledhjen e Komitetit Ndërministror, kryeministri foli dhe për luftën ndaj lëndëve narkotike, punë serioze në këtë drejtim, por kërkoi që këto përpjekje të finalizohen me arrestimin e të gjithë personave të përfshirë në këtë trafik të paligjshëm. E kam theksoj, ligji duhet veprojë mbi të gjithë ata që mbjellin kanabis dhe e vërteta është që arrestohen më shumë shoferë që transportojnë se sa kultivues. Kjo praktik duhet marrë fund. Edhe kultivuesit, edhe kryetarët e komunave, edhe kryeplaku, që të gjithë të vendosen para ligjit. Kërkesave të autoriteteve vendore për kontrolle duhet të përgjigjë me përparësi. Autoritetet vendore duhet të denancojnë, po që se gjithën territorin e tyre kanabis, ato duhet vendosen para ligjit. Kjo është rruga më e sigurt për zbulimin dhe parandalimin e mbjelljes së tij. Sepse, thash dhe një herë, gjerë tani shofer arrestojmë, që ka arrestuar një kryeplak në Puk. Ç'është e vërteta është bërë shumë mirë, po ka edhe të tjerë kryeplek që duhet të përballen me ligjin. Duke patur parasysh rëndësinë e luftës antikrim në procesin e lëvizjes pa viza, kryeministri Sali Berisha paralajmëroi mbledhje të shpeshta të komitetit si bilanci i arritjeve në këtë drejtim. Analizuar